po një çfarë moshe vetëm por ti me një po e ka të kotë vetëm me një gjak ftohtësi dhe me një këmbgulje të aty protestuesve mund të vitë të qëllimi dhe bëshqishit të rëzot njerë për gjithmonë dhe vi një frymë e re që ka në sytë nga NATO, Amerika dhe jo nga Rusia dhe Lindja. E qartë të delimi, ndërkajsha mund të çojnë këto protesta dhe tashmë që po ndodhin në Serbi drejt një ndryshimi të pushtetit? Po pa tjetër dhe këto protesta ju rastësisht që nisë për të hekur këtë regjim dhe jo ato pretekste që mbo, ato vrasje që mbo shambja në Novi Sad atë nuk është bomi që kam tek njerëzit, po ajo ka qenë orkestruar dhe e ka bordor shumë mirë dhe ka dalë në pa dhe tash ata njerëz në rrugë që në mënon me materializu çdo veprim tyre dhe tash edhe shoqëria civile hala më shumë dhe çdo njeri tash bashkëngjitë e profesorët të universitar dhe lloj njerëz me nivelet të larta dhe vetë pritet fishllimi për vandalizimin e tyre dhe të bie sikur në vitin 99 regjimi Miloševićit dhe i njëjti mund të bie edhe regjimi i Vučićit. Ndërkaq zoti Elimi, apo e shfrytëzon Moska këtë situatë për të përforcuar themi edhe ndikimin e saj në Ballkanin Perëndimor? Po, kjo shumë mirë është për Moskën zyrtare dhe njerëzit e tij dhe jo rastësisht është edhe Vullini aty njëri tina më i dëshmuar dhe tash edhe struktura paralele në veri të Kosovës që kanë qenë tash janë para aktit krym dhe s'din aty shkojnë nga via e Vučićit apo nga via Vullinit, se përsidës tjetër apet janë me të çakorduar dhe jo rastësisht që nuk ka struktura paralele në veri atje me si kanë ditë sulmon institucionet e Kosovës dhe shtetorët atje dhe tash me ramjen e Vučićit do të bien në struktura paralel njëherë për gjithmonë dhe të kthehen nga Amerika dhe Bashkimi Evropian dhe nga Rusia, pa marrë parasysh që është aleati i tyre Rusia, po më në fund edhe Rusia e ka kuptuar se me administratorën të Amerikës nuk mund të bëjë kalkulime politike dhe e din shumë i Rusia dhe Serbia që kur bëhet fjalë për Kosovën është e djegën Serbia dhe nuk mund të ndihmoj Rusia Serbisë në këtë rast e din shumë mirë se Kosovën e ka humbur me luftë dhe çdo sen që hupet me luftë më nuk kthehet edhe me të drejtën ndërkombëtare, çdo sen që hupet me luftë më nuk kthehet dhe vetëm ai territor i takon aty në persona që ka fituar kuptohet ushtria shqiptare e Kosovës me politikën e rrugës dhe me aleatët tonë e kanë hekur njëherë për gjithmonë armikun shoqëllor të Kosovës, Jugosllavinë, Serbinë tashme dhe regjimin e Miloševićit dhe tash regjimin e Vučićit. Zoti Elimi, ndërkaq që është reagimi i Bashkimit Evropian i mjaftueshëm për të ndalur tensionet apo është vetëm një deklaratë formale nga ata? Po është një deklaratë formale, pse nuk mund të bëjë Bashkimi Evropian, e din shumë nuk mund të përzit në punët e shtetit pa marrë parasysh që është një farë i pakti bajgi lart, po nuk mund të përzihet, nuk lejohet të përzihet, mund ta këshilloj si këtë dash me këto deklarata të copër si e faqe dhe nuk mund të ndikojnë ata protestues, nuk mund të qetësojë askush as Bashkimi Evropian askush se i kanë rrugët e veta dhe i kanë ato detyrat e veta për të cakë për të qëllimin dhe nuk mund të zvrasë, po vetëm mund të këshilloj edhe Vučićin se sa më shpejt mund të ekë nga pushteti, është mirë në popullit Serbisë dhe vetë atyneve strukturat që janë aty kriminale dhe nuk mund të mbajnë një popullat siç e ka mbajtë me tanë me urrëtie dhe me populizma të thatë dhe me nacionalizëm kundër shtetit të Kosovës. E qartë, ndërkaq zoti Elimi, a mund ndikojnë këto zhvillime në perspektivën e integrimit evropian të Serbisë? Po patjetër se din shumë mirë edhe kapitulli që është shumë i famshëm për Serbinë që duhet ta heqë shtetin e Kosovës nga kushtetuta e saj dhe duhet të rregullojnë marrëdhënien me fqinjen e saj dhe din shumë mirë kapitull 30 në Bashkimin Evropian për të shkuar Serbia në Bashkimin Evropian dhe NATO, e din shumë mirë që pa kaluar ato ne nuk mund të ketë përpara në Bashkimin Evropian dhe din shumë mirë Serbia dhe jo rastësisht i bën këto ato kalkulime politike vetëm për të shpëtuar veten dhe po të kalojmë pa larg, por kjo është e pamundur dhe pa zbatuar dhe këto dhe pa pranuar shtetin e Kosovës dhe të gjitha marrëveshjet me Republikën e Kosovës dhe t'ju kthejnë sa më shpejt bisedimeve dhe jo me këto politika tash e ka shumë vështirë Vučići më të qëndrojë pushtet dhe din shumë mirë, po vetëm me këto farë filozofi të shekt 19 i mashtën popullatën, po këtë e ka dhe janë bind edhe strukturat e sigurisë atje e kanë kuptuar se Vučići pranë fundit dhe s'kenë çfarë të bëjnë dhe
këtë veç pritët, si që thamë, merët të arrit dhe të caki qëllime dhe shifret edhe në siglën e jugë e gjithë këtë njësi specialet policisë dhe njerëzve të këtë shërbime, çdo objektet ku janë institucionet shërbime dhe këtë nuk mund të bëhet institucionet të thekurta me njësi speciale dhe me inteligencë vetëm për të qetësuar bëshqishin, po e ka dhe nuk mendoj që mund të ketë rati në Serbia. E qartë, mirë zë dhe Limi, kemi arritur në fund, falenderoj shumë për gjitha informacionet. Knasi, falenderoj. Ju falenderoj. Ju falenderoj dhe ju të nderuar teleshikues, për vëmendje, mbashkëdhënimi sërish nesër me tjera zhvillime.